Shkodra është qyteti që i ka dhënë vendit jo vetëm zërat më të bukur, por edhe tingullin e parë të xhazit të pastër. Në mesin atyre që e lëvruan ishte edhe një shpirt rebel si Gaspër Çurçia, mjeshtër i orkestrimit dhe pionjer i muzikës moderne shqiptare. Çurçia solli një tingull të ri në vitet e zymta 60-70. Truri i krijues i festivalit të 11, por edhe viktime e tij. Gaci ishte njeriu që bashkoi Vaçezelën, Tiçdain dhe xhazin në një prej këngëve më të famshme shqiptare, Natën vonë. Në një intervistë për radio-televizionin publik shqiptar, muzikanti shkodran Çamil Gjurezi evidenton cilësitë e Gac Çurçisë, teksa improvizon fragmente të orkestrimeve të tij. Gjurezi duket sikur rikthen atmosferën e asaj kohe kur tingulli ishte një akt guximi. Nga festivali i vitit 1972, ai e pson se ishte edhe më i miri, edhe më tipik dhe më i vërteti, një besnik i pafundit i artit. Një person i çuditshëm dhe nuk e kuptoj si profesionist dhe si profesor i instrumentit trombës, se si mund të luhet ashtu pa studiu trombë, po kështu funksionon arti. Kështu ka funksionuar Armstrong, ka funksionuar Dizzy Gillespie, kanë funksionuar shumë muzikantë. Dhe të lusha shumë trombë si lut ai ishte një diçka shumë e veçantë. Ju përshkruan ato notat e nalta dhe fal talentet e shkonte në notat e sipër. Nuk është kollaj, është çështje psikologjike. Lutën regjisur shumë mirë, lutën me timbre të muzikës jazz. Jeta e Gacit ishte një solo jazzi e lindur në Shkodër, e dëgjuar në gjithë Shqipërinë, por e ndërprer në mes nga paragjykimi dhe harresa. E megjithatë, ai vazhdon të frymëzojë, sepse tingulli i tij s'ka heshtur kurrë.